do vi që andej kanë nivelin e tesës më të lartë, unë paguar më shumë ata, kështu që prestigji se ka punuar në filan vend. Tani, në vend që ne të ndërtojmë, pra, vendet e botës së varfër, çfarë kanë me shumicë ata dhe që konkurrojnë vendet e pasura? Kanë burime njerëzore. Atëherë, ti arkitekt ti ke rregull. Atëherë këtu është luksi yt. Ti përdor këta, çoj këta pastaj me ndërtesa që të arrijnë në nivel që të ti marri ty bota jashtë. Dhe këtu ke prodhuar vlerë të shtuar për Shqipërinë, ti ke prodhuar ekonomi që po sjell lek. Kurse ti çfarë bën? Ti po jep lek atyre. Unë nuk jam kundra, le të fitoj projekte më i mirë. Po bëj konkurs të hapur ti. Ai nuk bën konkurse të hapura. Ai bën me emërim e pe atë tavolinën qesharake të 150 arkitektëve. Pra, atje ishte kryeministri që kishte mbledhur një rreth, kishte thirrur, pra, nuk është edhe ajo prap, nuk është se bëhet që kush ka dëshirë të vijë, jo. Ka thirrur X persona, i ka ftuar dhe u ka thënë që ju do jeni arkitektë privilegjuar që do punoni për projekte që do bën Shqipëri. Dhe mbaroj, mohabeti është këtu. Në qoftë se me fonde publike, po dhe me fondet private, prapa i po i drejton, sepse i jep lejen dhe i thot do ta bëj filani prap, siç kanë dalë nga përgjime në përmendjen. Por është e thjesht pra, në qoftë se ti mua më intereson për interese publik, për privatit bëj çfarë doj. Por në qoftë se do bësh parkun e besimit për shembull. Dhe kush më mirë se shqiptarët që kanë disa besime mund ta bëj. Para se të kalojmë tek se aty ka dhe një argument jo më ngric, më thënë ti lë spitale va bër, lë shkolla va bër, lë vepra me vërtet me interes emergjent për publikun dhe vetëm investon më në park besimit, pra në turizëm fetar, turizëm themi të propaganduar, sepse do të parë realisht çfarë prodhon ajo pastaj. Por ti tani më lë spitalet, më lë shkollat, pra po të marrë dy gjëra, më lë vepra madhore të infrastrukturës dhe më investoke. Kemi rrugën Lulshnjë e Fier pa më kupton. Ditë aksidente. Kështu që e parë nga kjo unë them që nuk e shikoj dhe këtu hyn themi një studim për gjithë Shqipërinë për nevojat që ka. Por e zëm që duhet bërë ai. Atëherë konkurs ndërkombëtar të hapur për ide, pra po koncept ide. Çfarë është ky? Është si fillim, ne themi, duam të bëjmë të zhvillojmë në këtë zonë një park besimi, duhet të ketë këto pika